I bashkohet nisë mëson për pasuruar bibliotekën e audio për nxënësit që nuk shikojnë Kastriot Savushe. Është një ditë shumë e veçantë për mua, shumë emocionuese. Në komunikimin që kemi pas prej kohë bashkë, por edhe të tjerë jemi pothuajse të barabartë. Të barabartë vërtet. Mora ca kolona druri, këto janë gjitha. O të zëdora, Mjeshtë, të bëjmë nevoja. Jo, e di unë, është ai tregimi i famshëm, nevoja. Verticals, Apple T, vertical splitter, Emilian Lull. Tu ka të gjithë filmat, gjithë shka që kanë gjetë në sot, jo që i kanë në audio describe, po i kanë në 10 gjuhë. Të gjithë të dubluar dhe në audio describe. Në motin e zis, kër u bë firë gjysma e botës, e u derdhë për të pjetë gjithë fshatrat, u javit në liqerës një plakushe e veshur krejt në të bardha. Zbriti drejt në shtëpi të Kote Komit, ku gjeti një nuse që bënte vegël dhe i foli. Më shumë i thiri se i foli, se zëri sa ishte nga ata të njerëzve të malit. Më vjen mirë që jam afër jush. Edhe ftoj vërtet gjithë artistët, gjithë njerëzët që kanë një ndjeshmëri për komunitetin që kanë pranë, që të mund të falin zërin e tyre, mendimin e tyre, për ndihmuar ta njerëz që kanë nevojë pikërisht për këtë gjë, për librin, për dëgjimin, për zërin edhe për emocionin.